E dini të ndëruar vëllezër se pe shtatit qiell Allahu ka thonë Kur'an: "Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun." O be Allahu në qiell, ka thonë pasha Allahun e madhrishëm, riskin e kini në qiell jo në tokë. Çka nuk kupton riskin e kini në qiell jo në tokë? Ai ta cakton penaltit, po s'ta caktoj ai, rrotullohet tokën se s'u arrin. Sepse nuk është ndorë në askujt riski. Ndorë Allahu të rëgjërer. Dhe ti më bështetun Allahun. Më bështetun Allahun Azza wa Jall. Mos e përull dinitetin danë, para askujt, sepse krejtë njerëz. Kërkohe riskin duke më bështet në Zotin. Qëndron parime që ka caktu Zotin madhrishëm. Ndjehu krenar për personalitetin tanë që ki. Edhe kërkohe riskin për Allahit, edhe ta kish parasysh se ata që ke shkru në kime marë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ditë prej ditëve thot isha ul në shtëpinë time dhe erdhët Gjibril alayhis salam me laçja mja pru shpalljen. Edhe më tha ja Rasulullah, ndëgjoj tha disa fjalë për Allahut Azza wa Jall dhe spjegoja njerëzve. Tha Allahu Gjelle Gjelalu kur t'ja bje shpirtin njeriut, tha i thot ti s'ki me dal për kësaj bote për anë riskin tanë. Dhe flej qetë. Momenti kur t'i vjen shpirtin njeriut në barkën e nanës, Allahu Gjelle Gjelalu me te ja thot 4 fjalë me laçë shpirtit. Thot ti ki me jetu në këtë botë atë sa të ka shu Zoti. More ndash keve president shtetin, ndash keve kushdo që t'jesh. Allahu tha innama na'uddu lahum adda. Ne janë jemi frimarjet. Kur t'i vjen momenti me dal për kësaj bote, le ta jep këtë pasurin së në nalma. As 100 sekondi së në nalma iq. Edhe tha kur t'i vjen momenti me dal për kësaj bote, nuk ka risk ma për ta dhe në qofë sa me dis detit. Ska uj për ta ma, ska mundësi me pijaj ma uj. Edhe në qofë se është i mlun me miliona, as një cent mos në shviton. Tha dije, oj dërguar e Allahu dhe thuj njerëzve, më bështetën Allahun sepse s'ki ku me shku për Leshtina, përveç të setaj, dhe dije se në këtë botë, ke ardhë me hangë riskin tanë dhe me shku në botë tjetër. Atëherë pse ka nevoj më tut njeri për dikune? Pse ka nevoj njeri më kanë dyftyrsh? Pse ki nevoj me rena, me gënjeshtra, me tratia, me siguru ka fshatër e bukës? Kur e din që ki të shkru në për Zotit, ki me marë, edhe në qofë se ren, edhe në qofë se traton, nuk mund është me marë ma shumë se të ka shu Zotit. Pra mos të ja me dalavere me tu rjetis e botit. Sepse nuk mund është mu pasru ma shumë se që e ki të shkru në. Edhe s'mund është mu varfru ma shumë se që e ki të shkru në. Qëndro në rrugën Allah të zëvëgjel. Si burat, se qëndro si musliman, sepse kime marë ata që këtë shkune për Allahu Gjere Gjelalu. Kime marë ata që këtë shkune për Allahu Subhanahu wa ta'ala, sepse nuk e ka vetë Zotë kërkan kur ka pun këtë botë, e as nuk e vetë kërkan ku të nëzirë për se botë.